Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin gusht edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Atëherë ju shoh shumë festiv në fillim të javës, do ndjeni shumë mirë, shumë të gëzuar. Për një pjesë prej ju shoh që do dilni në një ambient shoqëror të ngushtë ose ju do jeni në një festë, aty do njihni një person të ri. Është një person që do të rriqet nga ju. Dhe shoh që për pjesën tjetër ju do jeni duke festuar në lidhje me familjen, mund të jeni me pushime gjatë kësaj periudhe, ose mund të festoni te vendi i punës me shoqërinë tuaj, por ndërkohë ju shoh me lajme të mira dhe shumë të gëzuar. Dhe në mesin e javës shoh që largoheni nga gjërat që ju kanë shtëruar. Ndoshta nga një njohje, nga lidhjet ose nga marrëdhëniet tuaja, dhe flasim marrëdhënie për gjithë ata që mund të kenë probleme, jo të gjithë, ose nga situata që ju kanë shtëruar te vendi i punës, nga ana ekonomike, dhe do merrni një drejtim më të mirë për vete, për të bërë një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, për gjithë ata që mund të kenë qenë në një situatë të tillë. Dhe unë shoh që aty në momentin që largoheni nga një situatë që ju ka shtëruar, unë shoh që këtu sikur do merrni dhe do jepni me një person. Mund të jetë një person që sikur do t'ju japi dritë, mund të jetë një njohje re, dhe ju do mund të shkëmbeni mesazhe me këtë person ose të flisni nga afër me personin. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që do bëni një fillim të ri në lidhje me punën. Mund të largoheni nga diçka, nga një vend, nga një punë, nga një partneritet, nga një bashkëpunim, dhe shoh që do filloni diçka tjetër të re. Merrni disa para në fund të javës, po siç i merrni ashtu si edhe i jepni. Për një pjesë tjetër, mund të jetë që mund të jenë fëmijët tuaj që ndihmojnë, ose mund të jeni ju që ndihmoni prindrit tuaj. Gjithsesi shoh që merrni disa para, por ashtu si i merrni, ashtu dhe i jepni. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të keni edhe pagesa të ndryshme, mund të jenë pagesa faturash, pagesa kredie ose diçka tjetër, ose një problem, një situatë që ju keni dhe merrni disa para dhe këto para ashtu si do t'i merrni, ashtu do t'i jepni në fund të javës parë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi energjinë e magjistarit, keni të bëni me të gjitha shenjat e horoskopit, keni energjitë shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë, dhe energjitë shenjave të ajrit. Atëherë në fillim të javës shoh realizime. Ju do keni realizime në lidhje me një dashuri, sepse shoh që do keni një takim me një person. Një pjesë prej jush mund të keni finalizimin në një dashuri, vendosni kuror. Mund të jetë një person që ju shpreh emocionet, ose ju jeni drejt altarit, jeni drejt një fejese, varet nga situatat që keni, ose do keni një takim me një person. Dhe ju shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, dhe do gjeni forcën, do mbështeteni fort në këmbët tuaja, në lidhje me gjithçka, jo vetëm në lidhje me dashurinë, por dhe me realizimin e çështjeve dhe situatave të ndryshme. Ju do harrini të realizoni diçka në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim, dhe ju shoh që keni pasur vështirësi të mëparshme dhe ka ardhur momenti që ju vërtet i gjeni forcën të mbështeteni te vetja juaj, te këmbët tuaja, për t'i dhënë një drejtim më të mirë, por duke pasur një energji dhe një forcë të jashtëzakonshme brenda vetes tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të keni talente gjatë kësaj jave, mund të jeni duke i shfaqur këto talente, dhe shoh që mund të keni edhe një fejesë, martesë në shtëpi, nuk e di,
te fëmijët tuaj nga njerëzit tuaj të afërt, por gjithsesi unë shoh që ju do lini mbrapa, ndoshta e keni pas problem diçka të tillë dhe të shoh që lini mbrapa disa vështirësi që keni kaluar dhe gjeni forcën. Por mund të jenë dhe fëmijët tuaj që realizojnë diçka në lidhje me një njohje ose me një lidhje, por dhe me partneritete të ndryshme. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energji të shenjës së peshqve dhe energji të shenjave të zjarit. Gjithsesi, unë ju shoh që këtu jemi të shtata e shpatave ku tregon sekretet fsheta, nuk e di, por ju gjeni forcën për të ecur përpara. Mund të jetë dhe një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë, mund të jeni ju shumë sekret ose ju mbani një sekret dhe mbani sekret diçka që ju keni sakrifikuar. Ndoshta në mes në javës do jeni duke analizuar në lidhje me një sekret që keni mbajtur brenda vetes. Kjo mund të ketë lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhje ose me marrëdhënie tuaja, ku ju vërtet jeni ndier të sakrifikuar dhe jeni duke analizuar gjithçka në lidhje me këtë gjë. Por jeni duke menduar çfarë keni bërë ju në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet dhe çfarë duhet bëni këtej dhe në vazhdim. Sepse ju shoh që jeni ndier, do analizoni gjithçka sepse mendoni që jeni sakrifikuar në një vend pune dhe ju e keni mbajtur sekret ose keni zbuluar një sekret dhe ndiheni të sakrifikuar, mund t'i merrni gjitha këto situata. Gjithsesi në fund të javës ju shoh me një energji të jashtëzakonshme në një pozicion mbretëror, me qëllime në veten tuaj, në lidhje me gjërat që ju dëshironi të bëni këtej dhe në vazhdim. Në lidhje me një dashuri, ju i vendosni qëllime vetes dhe ndiheni shumë karizmatik, shumë entuziast, jeni në një energji zjari me shumë pasion ju shoh. Por për pjesën tjetër mund të keni kontrata të rëndësishme gjatë fundit të javës së tretë dhe kjo gjë ju bën që ju t'i vendosni qëllime vetes për t'i çuar përpara, ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, por edhe në lidhje me anën ekonomike ose me punën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt jemi te energjia e shenjës së Demit dhe shenjat e ajrit këtu, energjitë shenjës së Dashit dhe jemi te energjia e shenjave të ujit që jeni ju vetë. Atëherë, ju shoh që do të regoni pak të nxituar, dëshironi i vendosni qëllime vetes në javën e tretë dhe në fillim të javës katërt dëshironi t'i bëni gjërat shpejt, do të regoni shumë të nxituar. Ndoshta mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet t'i thoni. Thjesht duhet keni pak kujdes në fillim të javës katërt, në qoftë se ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, atëherë unë shoh që ju dëshironi ta bëni këtë gjë shumë shpejt, sepse ju shoh që dëshironi në mes të javës të merrni iniciativa dhe në fund të javës ju shoh full emocione. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, dhe ju shoh që do jeni shumë këmbgulës në lidhje me një dashuri, me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe aty do merrni iniciativa, do jeni shumë mbrojtës ndaj familjes tuaj dhe shoh që ju shoh shumë mirë, shumë të gëzuar, shumë të qetë, me lajme të mira në fund të javës së katërt. Ju mund të shkoni me pushime, do ndiheni mirë sepse jemi te një këtu po të vëmë re figura është në një plazh, domethënë në ambient plazhi. Gjithsesi, mund të keni shtatzani për pjesën tjetër. Ndërsa në lidhje me punën do keni kontrata të rëndësishme, do dëshironi që çdo veprim ta bëni shumë shpejt dhe do nxitoni në lidhje me këtë gjë dhe unë shoh që ju do harrini të merrni lajme të mira, të realizoni diçka në lidhje me kontrata që mund të keni, mund të jenë kontrata pune, kontrata shtëpi, kontrata martesore, mund të jenë kontrata në lidhje me partneritete të ndryshme, por gjithsesi ju shoh me shumë iniciativa, në një pozicion shumë të favorshëm dhe në fund të muajit ju shoh që ju do ndiheni të çliruar, por do ndiheni shumë mirë, me lajme të mira dhe shumë të gëzuar. Atëherë është një muaj fantastik. Shoh që keni lajme të mira, largoheni nga gjëra që ju kanë shtëruar në lidhje me dashurinë, me punën, me situata dhe çështje të ndryshme, një njohje re në një grup shoqëror, në një fest ku do shkoni.
do merrni disa para, mund të keni pagesa faturash, mund të ndihmoni dikë, ashtu si do t'i merrni ashtu dhe do t'i shpenzoni. Do largoheni nga gjërat që ju kanë shtruar, do merrni një drejtim më të mirë për vete dhe ju shoh që do keni realizime. Në lidhje me gjithçka, në lidhje me një dashuri, me takime, fejesa, martesa, ju shoh që keni kaluar shumë sfida, por dhe me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme të vendit punës. Ju shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, por këto ju kanë bërë më të fortë dhe ju gjeni forcën për të çuar gjithçka para. Duhet keni kujdes në lidhje me një sekret, sepse ju shoh që ndiheni të sakrifikuar me mbajtjen e një sekreti, me zbulimin e një sekreti, nuk e di, dhe më tepër shoh sekret se sa person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë. Por gjithsesi, ndiheni shumë të sakrifikuar në lidhje me gjërat që keni bërë në marrëdhëniet, në njohjet tuaja, te vendi punës, nga ana ekonomike. Dhe kjo gjë ju bën që ju të merrni forcë në dorën tuaj në fund të javës, të vendosni qëllime vetes, ju shoh me shumë pasion në një pozicion shumë të fortë, të fuqishëm. Por thjesht doni t'i bëni gjërat shpejt. Në fillim të javës 4, thjesht tregoni të kujdesshëm, mos nxitoni, sepse ju shoh shumë këmbgulës, jemi te energjia e demit këtu dhe ajrit. Në lidhje me iniciativat që ju do merrni, me kontrata të rëndësishme, iniciativa në lidhje me një dashuri, me një njohje të re, dëshironi t'i bëni gjërat shpejt, në lidhje me një kontratë, thamë kontratat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, do jeni shumë mbrojtës ndaj familjes, ju shoh shumë autoritar, por në fund të muajit ju shoh të gëzuar, të lumtur, të qeshur, me lajme të mira dhe një çlirim shpirtëror në lidhje me çfarë do lloj situate që ju keni. Atëherë marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, kemi një energji shumë të bukur edhe te mesazhi thot fund një faze të vështirë që ju keni kaluar. Gjithçka rreth jush do zbukurohet. Ka ardhur koha të ecni përpara. Atëherë ju mund të jepni fund një faze të vështirë, sepse unë i shoh edhe këtu me tetën e kupave që ju largoheni nga gjërat që ju kanë shtruar. Do lini mbrapa një njohje që ju ka shtruar, një lidhje, një marrëdhënie që nuk ju jep më gjë, një punë që nuk ju plotëson, ose nuk jep ato rezultate që ju doni. Ose edhe në çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. E rëndësishme është që ju lini mbrapa gjithçka rreth jush do zbukurohet, ka ardhur koha thjesht të ecni përpara duke lënë mbrapa situata dhe çështje të kaluara që ndoshta ju edhe të jepni fund në këto momente. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, është vërtet një muaj fantastik. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar të lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali, për gjithë ata që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar, një mbasditë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj video. Dëgjojmë në video të radhës.